Abuzimi dhe korrupsioni i njerëzve me pushtet nuk ka mëshirë, edhe kur qytetarëve shqiptarë u ndodhen fatkeqësi natyrore, si në rastin e tërmetit të datës 6 shtator të këtij viti. Tërmet që preku rënd 10 rafshata në qarkun e Dibrës. Ky pohim në formë akuze vjen nga banorët e fshatrave të 4 komunave të asaj zone dhe nga përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas një njoftimi për shtyp të drejtorisë së emergjencave në Ministrinë e Brendshme, tërmeti preku mbi 4500 shtëpi banimi. Pas tërmetit, mira familje mbetën pas 3. Një javë më vonë, kryeministri i vendit ka shkuar në zonën e dëmtuar dhe u ka premtuar banorëve ndihmë financiare për të përballuar dëmin e madh. Por cili ishte fati i shpërndarjes së kësaj ndihme? Ndjekim kronikën së bashku. Damet do t'i zhdukim sa më shpejt familjet cilave banesat janë bërë të pabanueshme ose të rrezikshme për të banuar. Do t'i sistemoni kundrejt qerave. Rreth një muaj pas fatkeqësisë natyrore, në bazë të një vendimi të Këshillit të Ministrave, u ngritën grupet e vlerësimit të dëmeve që do të shkonin fshat në fshat dhe shtëpi me shtëpi, dhe që përbëheshin prej një përfaqësuesi të Ministrisë së Brendshme, një nga endi kombëtar i banesave, një nga Këshilli i Qarkut Dibër dhe një përfaqësues i komunave të prekura nga tërmeti. Administrata Këshillit të Qarkut, qoftë edhe Komisionit e Vlerësimit të Komunës, nuk mund që të operojnë me një shpejtësi relativisht të madhe për të ardhur në ndihmë popullsisë. Ndërsa fill pas vlerësimeve të bëra nga këto komisione, bazuar në ligjin për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore dhe ligjin për emergjencat civile, Këshilli i Ministrave nxorri një vendim tjetër të posaçëm, atë me numër 965, datë 30 shtator 2009, për miratimin e vlerës së dëmeve të shkaktuara në objektet prona private, si rrjedhoja e tërmetit, rënd në qarkun e Dibrës dhe të listave emërore me vlera përfituese. Fondi i ndihmës ishte 129.359.000 lekë, nga të cilat 100 milion do të merreshin nga buxheti i Ministrisë së Brendshme dhe 29 milion nga buxheti i pushtetit lokal. Për ekzekutimin e kësaj pakete ndihme financiare, u ngarkua Këshilli i Qarkut Dibër. Sipas shkallës së dëmtimit, ne kemi bëm të mundur, të gjithë pra ekspertët bashkë, për klasifikimin e dëmtimit. Pikërisht këtu fillon abuzimi dhe korrupsioni me ndihma financiare, korrupsion që shprehet në listat e përgatitura nga Këshilli i Qarkut dhe kryesitë e 4 komunave të dëmtuara nga tërmeti. Ky është një proces verbal i dalë me datë 8 shtator 2009 mbi evidentimin e disa banesave gati të pabanueshme në fshatin Peladhi, në komunën e Zërqanit. Numri rëndor 8 Ali Rama dhe numri rëndor 15 Destan Disha, sipas Komisionit të Vlerësimit, duhet të përfitonin ndihmë financiare në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave. Mirëpo në listat e nxjerra nga Këshilli i Qarkut Dibër dhe kryesia e komunës Zërqan, emrat e 2 banorëve të listuar për përfitim ndihmash nuk ekzistojnë më. Në vend të tyre, kamera e programit hapur ka regjistruar 2 emra të tjerë. Përkatësisht, numri rëndor 23 Merteza Ivzira me shumën 866.854 lekë dhe numrin rëndor 28 Fiqeri Kala me shumën 252.658 lekë. Sipas njëri prej anëtarëve të Këshillit të Qarkut, Zotit Artur Kala, banor por në fshatin Peladhi, 2 emrat e fundit nuk ekzistojnë fare si banor në fshat dhe shuma për 1.116.512 lekësh është përfituar nga njerëz me pushtet në Këshillin e Qarkut dhe në kryesinë e komunës Zërqan. Ai dhe banorët e tjerë në fshatrat e dëmtuar nga tërmeti thonë se rastet e tilla janë të shumta dhe tregojnë qartë abuzimet dhe korrupsionin e kryer me ndihmat financiare në ndihmë të familjeve të dëmtuara nga tërmeti. Kjo është thelbi i çështjes. Një proces sa më pak transparent, aq më dyshues është. Por ne sot kemi edhe prova. Kemi edhe fakte. Komisioni ka ardhur. Ka marrë numrin e pasaportës. Në komunë nuk ka dalëm. Mendoj që mund të bëhet dalla vere të ndryshme. I pyetur nga programi hapur, përse listat e afishuara në zyrat e komunave nuk janë bërë transparente, duke fshehur sasinë e parave për çdo banor. Jashtë kameras, zoti Përnezha tha se ky ishte një vendim i Këshillit të Qarkut, duke lënë në errësirë të plotë shkakun e vërtetë të këtij vendimi, as pak transparent. Mendoj që mund të ketë edhe në ndonjë rast abuzimi. Më tej, të dëmtuarit nga tërmeti shtojnë se në fshatin Gjoric, ku njerëzit vazhdojnë të jetojnë ende në çadra, në listat e përfituesve të ndihmës financiare, përparësi u dhënë pronarëve që kanë lidhje antarësie me partinë e pushtet, si dhe njerëzve të afërm të drejtuesve të lartë në Këshillin e Qarkut dhe në kryesitë e komunave. Familjarët janë shumë të pagnaqur me vlerësimin që është bërë. Për diferencim në dhënien e ndihmave financiare, flet edhe ky rast zbuluar nga programi hapur. Ky është banori Allaman Miftari,
shtëpia të cilit është dëmtuar rënd. Komisioni i vlerësimit i ka dhënë Allamanit një ndihmë financiare vetëm për 13.050 lekësh, gjë që duket edhe në faturën e marrë nga Raiffeisen Bank, ku Allamani ka marrë parat sipas listës së dërguar atje nga Këshilli i Qarkut. Kjo është shtëpia ime. Drejt nga kapi tërmeti, na premtej erdhi Sala, na premtej që do na hapen 1 lek. Përfundimisht katin e dytë nuk jetohet. Atë çfarë mundet komplet. Ai na ka dhënë 134.000 lekë, 500 lekë. 134.500. Të vjetra. Vjetra. 134.500 lekë. Ç'i do bëjmë ato? Asë gjë. Ato s'na lëvërdisi rruga me shkup për shkupimi marrë me artu, nuk na lëvërdisi dhe dita humun. Ngjitur me shtëpinë e familjes Miftari, dikur ngrihe një shtëpi banimi e një familjeje tjetër. Shtëpia u dëmtoi shumë, ne edhe ai ministri vetë. Edhe kryeministri erdhi. Sali Berisha vetë, ngori për krash, unë qasha, na ka t'ja me mu dash. Tha shpinë dhe ta bëjmë si ma mirë, mos të bëjmë marak. Edhe ne, hiku edhe ne, dëllim për shpije mo, se s'kishin qëritën e ne, i vonë këdomen e prishën shpinë, se ta bëjmë shpi 3. Po. Ta një falim net për civiljetin. Sa ndim keni marrë, zoj? Ma 20.000. Edhe një të lutët nuk të gjova. 20.000. Për parregullsi në punën e komisioneve, flet edhe drejtuesi i lartë të Këshillit të Qarkut Dibër. Ai pohon se gjatë vlerësimit janë bërë gabime dhe për këtë grupet do të mblidhen dhe do të shqyrtojnë kërkesat dhe ankesat e banorëve që u janë dëmtuar shtëpit. Vetëm në zyrat e kryesisë së komunës Shëpens janë mbi 40 ankesa për mbetje jashtë listave të shtëpive të dëmtuara, si dhe mbi 90 ankesa për një vlerësim të sipërfaqshëm. Mungesa e transparencës në artimin e listave, si dhe fshehja e shumave të parave në listat e afishuara në zyrat e komunave, është një tjetër skandal që hedh hije të forta dyshimi për abuzim dhe korrupsion me fondet e ndihmave financiare. Nuk e dim sepse nuk kemi pas asnjë lloj kontakti me asnjë, vetëm kemi shkuar në Peshkopi dhe kemi pa vetëm emrin tonë. Dhe emri jon nuk na është thonë se çfarë vlerësimi keni. Në komunën e Gjiricës e ka dëgjeruar komplet. Ka qenë një komision jo normal, se si ka qenë nuk e di. Në komunën e Gjiricës nuk i ka dhënë kuj lek. O si lek kanë morë, se shumë Shëpanjza më morën parët. Po jo më të tërmeti që ngjerit në as lek. Po s'e bën figura reale, se nuk janë shoqëruar me figura reale as në shtëpi. Kush këto janë bën veprime vetëm mbas emrave, mbas një veprimi që mund të ketë dyshuar dikush që ka dëm ky person. Figura reale ka asnjë. Mirë, po sipas drejtuesit të Këshillit të Qarkut, nëse banorët kanë ankesa për lënien jashtë listave të shtëpive të dëmtuara, për mënyrën e vlerësimit të dëmeve të shtëpive dhe shumën e parave të dhënë si ndihmë financiare, ata duhet i drejtohen gjykatave. Ndërsa antari i Këshillit të Qarkut, Zoti Kala, thotë: Se si funksionojnë gjykatat, këtë set ne e dim shumë mirë. Dhe se si mund ta zgjidh problemin gjykata dhe sa zgjat afatit ndërkohë që ato banorë janë jashtë, don kjo nuk është një zgjidhje. Don një zgjidhje për atë familje don në një fatkeqësi të tillë. Ndoshta ai pjesë edhe mund të ketë zgjidhur, por është po them edhe 30-40% e familjeve dëmtuara akoma nuk kanë zgjidhur hallën. As me vlerën që kanë marrë ose që nuk u ka shkuar te komision vlerësimi. Dhe gjykata nuk është rruga me të cilën mund ta zgjidhë ato. Kjo pra ishte shkurtimisht historia e ndarjes së ndihmave financiare në fshatrat e dëmtuar nga tërmeti i datës 6 shtator. Programi i hapur uron që organet e drejtësisë të hetojnë me kujdes rast pas rasti ankesat e banorëve për gjetur ku kanë shkuar paratë dhëna nga qeveria, pse nuk janë bërë transparente listat me shumat e parave afishuar në zyrat e komunave dhe ku fshihen ndihma financiare për atë 30% të shtëpive të pavlerësuara, banorët e cilave edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të mbeten pas tre dhe në qiell të hapur.